të fillosh me ata që vinë pas, po që në fakt janë ata që do na parakalojnë. Është e çuditshme se si gjua i ka të gjitha brenda midis të ardhmes, tashmes, me një parashtesë, me një prapashtesë. Pasardhësit e establishmentit madh politik shqiptar. Ndoshta për momentumin historik, një nga pasardhësit më të rëndësishëm për hapësirën shqiptare është djali Hashim Thaqit. Dhe jo pa arsye e nis kështu, me një individ i cili në këto momente ka në shpatullat e veta, me gjithë përgjegjësinë që unë ja ndjej, një tis për historie, çfarë do të ndodh me pasardhësin e Hashim Thaqit, që e kam në podcastin tim dhe nis me Endrit Thaqin, dhe që për te emocioneve që unë t'i kam ndjerë kudo, kur ke dalë në fjalë të shkurtra përpara turmave, përpara ndjekësve të PDK-s, kur të është dashur të jesh nga rrigën e parë të shumë mbledhjeve, organizimeve, eventeve, etj, unë të kam parë që ti kudo e ndjen atë përgjegjësinë madhore për mënyrën si do të shikojnë ty si djali i Hashim Thaqit. Është e rëndë kjo, Endrit? Ka rënduar? Normal. Sepse nuk e ke kërkuar këtë. Nëse tani po drejtohemi, jemi në podcast, nuk jemi në një. Nëse Hashim Thaqi e desh të bënte aktivitetin e vet politik, ushtarak, TUÇK-s, everything, ti nuk e ke kërkuar që të bësh këtë të ra. Është e rëndë ti jesh djali i Hashim Thaqit dhe të mbash këtë peshë kur të gjithë i kanë syt nga Haga? Normal, është një përgjithësi e madhe që do ne e kam, po jam edhe me fat edhe jam shumë i lumtur që jam djali i tij. Jam djali një çlirimtari që ka fituar luftën ndaj Serbisë. Jam djali një arkitekti që e ka bërë pavarësinë e Kosovës, që nuk e ka bërë veç vetë, po e ka bërë bashkë me shokët e tij. Përgjithësia është e madhe, po krenaria dhe lumturia është në qiell. E thua këtë edhe në këto çaste kur janë vite dhe vite që Hashim Thaqi është i dënuar të qëndrojë, ndëshkuar të qëndrojë prapa hekurave dhe në një situatë izolimi, ju duhet shkoni atje të takoni një herë në muaj, shkoni bashkë me mamin. Keni shkuar 1-2 herë në muaj, mos gaboj. Shkojmë çdo muaj, kemi 3 vizita të lejuara. Ne kur shkojmë aty diskutojmë për tema të ndryshme, diskutojmë për familje, diskutojmë për aktivitetet e tij ditore që i bën aty, për libra që i lexon. Si është momenti kur ti hyn tek ato kontrollet? Është ndjesi e mirë sepse si të kontrollojnë, Endrit? Na shpjego pak. Janë dikun 7 apo 8 dyert që duhet t'i kalosh deri të futesh brenda, dhe është diçka që e sheh si një burg politik dhe nuk e sheh si diçka që është drejtësi. Dhe momenti i vështirë është kur përfundon takimi të duhet të largohesh nga aty dhe babi qëndron brenda. Dhe ti e lë aty prapë. Është një dhimbje tepër e madhe. Endrit, në një ndoshta të vetmen që ke dalë në intervistë, ti thua që kur më takoi para se tikte, më tha kjo është sakrifica e radhës që duhet bëjmë për Kosovën. Ndërkohë sakrifica jote është që duhet të jesh burri i shtëpisë? Sakt, nuk e kam menduar që në moshë 3 do të jem kryefamiljar i shtëpisë. Kam qenë në moshën 21 vjeçare kur babi ka shkuar në Hagë dhe e gjithë përgjithësia ka rënë mbi mua. Dhe sa herë që shkoj atje, babi gjithmonë thotë që duhet kujdesem për nanën, duhet kujdesem për gjyshën dhe gjithmonë çon edhe të fala për shokët e tij, për miqt, për gjithë ata që ka kaluar gjithë aktivitetin e tij këto 30 vite. Mami është akademike, është folur pak për të. Unë para se satanistin të pyeta, thash, kam mbaruar doktoraturën në ekonomi, e ka kryer në Universitetin e Tiranës, unë kam qenë në atë ceremoni diplomimi, jam habitur që nuk dija gjë për bashkëshorten e Hashim Thaqit që vionte studimet dhe në Universitetin e Tiranës. Dim pak për familjet e njerëzve të cilët kanë sakrifikuar për politikën dhe vijojnë të jenë në radhët e atyre që janë në sakrificë. Ti vuan sot babain që është duke u ndëshkuar nga gjykata që e votuan vetë. Normal, nuk është ndjesi e mirë të kalosh 5 vite larg babit, që duhet të bëjsh kilometra të tëra që të shkosh të atakosh, po
Jemi me fat që 30 vite mbas luftës, babi me shokët e tij e mbrojnë luftën, edhe kjo është një sakrificë e radhës që do ta kalojmë dhe do të shkojmë me sukses. Unë jam i bindur që fundi do të jetë fitues për luftën e UÇK-s, sepse ata kanë bërë një luftë të pastër, çlirimtare dhe drejt pavarësisë së Kosovës. Kush është më i fortë në këtë moment, mami apo babi? Të dy janë shumë të fortë. Janë të fortë. Po, i japin energji dhe motiv njëri tjetrit. Tani më thuaj diçka për mamin njërë. Si e përçon ajo forcën? Ku e ndjen ti? Nana shumë e fortë, përçon shumë energji të mirë, është nanë shumë e kujdesshme. Ajo, them drejtën, më ka rrit sepse babi Po thuaj se s'ka qenë. Po thuaj se s'ka qenë, po ka pas angazhimet e tij politike dhe nana ka qenë shtylla e shtëpisë. Edhe është. Edhe është. Sot ka nevojë realisht për një burr shtëpia apo mami ta jep ty këtë duke të bërë të ndjesh mirë se në fakt nuk ka nevojë se është mësuar që ta mbaj shtëpinë vet. Nana është kulmi i shtëpisë dhe unë e kam shumë për zemër, e kam edhe si shoqe, komunikojmë shumë tema, flasim për gjithçka. Po nana është shumë e fortë. Nana vjen nga një familje e cila ka përjetuar shumë gjatë luftës, ka humb edhe vllain edhe djalin e vllat, kështu që është e fortë që nga lufta, sepse ka përjetuar shumë, kështu që e kupton që kjo është sakrificë që do të me kalu edhe që do ta fitoj. Kush janë, le të themi, këshillat e asaj në këto momentet e vështira të mëdha, jo momentet e vogla? Më thuaj një gjë nga nëna tani, para se sa të shkoj tek Hashim Thaçi, për cilën sigurisht i kanë marrë dritat gjithmonë çështjet e burrave dhe të baballarëve të tillë në politikë, po unë dua të kuptoj atë që është backstage, i quajmë ne, atë që është pas kuintave të dukshme. Mami, kush, më thuaj një gjë të saj që nuk e ke thënë, ndoshta as me miqtë tu. Ajo gjithmonë më thotë që duhet të jesh i buzëqeshur, të jesh krenar, edhe gjithmonë kur të shkojmë në Hag që të jem sa më i qetë edhe që mos të kem asnjë lloj mërzie. Dhe mos ta përcjellësh. Mos ta përcjellësh, po. Dhe mos ta përcjellësh. Kush është gjëja që ka kërkuar babi nga shtëpia për të pasur atje? Librat e tij që i ka lexuar shumë. Janë edhe ca rroba, ca kujtimet e tij me shoqëri. Pra, ti thua libra dhe veshjet vetat. Ti e pëlqen babin me rrobat e veta sportive apo me rrobat e veta ushtarake? Kush është figura e tij për ty? Jo për shqiptarët e Kosovës, jo për Kosovën, jo për politikën. Kush është Hashim Thaçi në imazhin tënd si ytat, si babai jot? Është figura politike apo është njeriu jot? Unë babin e du shumë, edhe kur e kom po me teshat e ushtrisë çlirimtare të Kosovës, babin e du kur e kom po edhe me teshat e presidentit, babin e du kur është edhe me rroba sportive, kur shkojmë për eci apo shkojmë me lu futboll bashkë. Ka një diferencë me mënyrën se sillet ai me botën jashtë, edhe në mënyrën se sillet me ty ose me ju, në kuptimin është i njëjti person plotësisht? Është plotësisht i njëjti, është shumë i qetë, është plot energji pozitive, është i shoqërueshëm, ka që të mësoj gjëra të reja, pyet shumë, e ka imagjinatën e kristalt. Dhe Endrit, kujtja dedikon për keq, do me thënë, kë fajson ti vetë për këtë që ka ndodhur. Do me thënë, nuk diti ai të kuptonte momentin historik apo momentin politik, duhet të riqej më përpara nga politika, duhet bënte më shumë betejës, duhet pranonte gjykatën. Nëse ti do të kthehesh e pas me gjithë këtë informacion që ke tani, cilit t'ja dedikon këtë unë nuk e fajsoj askënd. Goditje? Unë nuk e fajsoj askënd sepse ka ndodhur çlirimi dhe pavarësia e vendit, edhe jemi shumë të lumtur që kjo ka ndodhur, kështu që edhe kjo betejë do të përfundoj, edhe gjithë do jemi shumë krenar me atë që ne po kalojmë sot. Nuk fajson askënd? S'kam arsye pse ta fajsoj. Ku mund këtë qenë momenti në cilin ti ke ndjerë që është thënë që më mirë mos ishte bërë kjo dhe të arrinim këtu dhe të jemi në 50 ca vite që Hashim Thaçi është në Hag i detyruar të dëgjoj, ndoshta her pas here edhe absurditete, domethënë, ndërsa ka luftuar për pavarësinë e Kosovës, flitet tashmë për janë kryer krime lufte apo jo. Ku mund të ishte një moment që ju mos ta kalonit këtë apo
e shikon ose e keni parë si një gjë që nuk evitoj dot? Do shkoj patjetër këtu. Unë këtu tema nuk isha dashur shumë e hi, po vetëm fajsim që e bëj është ndaj Serbisë dhe Rusisë, sepse Serbia dhe Rusia janë armiqtë e Kosovës dhe kanë qenë armiqtë e UÇK-s. E imagjinon momentin e kthimit babit? Çdo ditë. Si Sa e herë që imagjinon? bi me flaj, sa herë që qumë në mëngjes, çdo ditë. Si e imagjinon? Një hero që kthehet në tokën e tij, në shtetin që e ka shpallë të pavarur dhe sovran. Ty çfarë të vjen bësh? Ti lësh hapësirën apo të rish me të apo thjesht ti do që të vinë në Hajde shtëpi? bo, shkojmë Drenicë, ta takojmë nënën që e ka marrë malli shumë për ty, takoj gjithë ata bashkëfshatar që ke kalu vite me ta, shkojmë në vendin ku ti je rrit, je zhvillu, dhe dalim për ecje në malet e Drenicës, aty ku ka zhvillu edhe aktivitetin e tij të UÇK-s. Je i bindur që pasi të dalë do të jetë përsëri i përfshirë në jetën politike të Kosovës? Si e mendon ti? Nuk ka politikan më të përmbushur dhe më të suksesshëm se babin. Ndërsa do kthehet në politika apo jo, unë këto nuk e di, po unë do ta respektoj çfarë do lloj vendimi që ai do ta merr. Tani, kur shikon këta politikanët e tjerë të Kosovës, nëse unë të them që asnjëri nuk duket si ai dhe asnjëri nuk do duket aq i rëndësishëm si ai dhe sa ai, jam korrekte? Askush nga ata nuk mund ta kaloj historinë që ka kalu babi. Babi ka kalu gjithë historinë e Kosovës, që nga themelimi i UÇK-s, që nga Rambojeja, që nga bisedimet në Vjenë, që nga pavarësia, që nga shtetëndërtimi, kështu që historia flet, nuk kam nevojë të flasëm. Miqtë e tij, kur ai shkoi të vuante atë që po vuan dhe sakrifikoi atje në Hag, të ka mbetur në mendje ndonjëri prej tyre, për s'ka nevojë të më thuash emrin, por ndonjë këshill, ndonjë sugjerim, ndonjë ngushëllim, ndonjë mbështetës që të ka thënë një gjë që ti nuk e dije nga ajo që kishte lënë Hashim Thaçi për rreth. Për shembull, unë kur bëja fushatën drejt, më ka qelluar të takoj një burr të vjetër që më tregoi për gjyshin tim që nuk jetonte më, se si e kishte ndihmuar X kohë. Unë vetë kam pasur gjithmonë një lloj sikleti se në sistemin komunist ka gjithmonë ti nuk e di se ç'ka ndodhur në ato kalenda të diktaturës. Dhe kur ti dëgjon që përpararësit e tu flasin me respekt njerëz thjesht për nderet e vështira që bëheshin në ato kora, unë pata një forcë të jashtëzakonshme. Ti ka pasur gjatë këtyre viteve njerëz që të kanë thënë që shiko se babi jot më ka bërë këtë gjë, më ka ndihmuar këtu, më ka mbështetur këtu, më ka dhënë forcë këtu, ose kemi qenë bashkë këtu se ti nuk e di. Ka një gjë që s'ke ditur që e ke zbuluar këto kohë? Miqtë e babit më kanë qenë ndruar gjithë pranë dhe jam shumë falënderues ndaj tyre. Babi ka lënë shumë miq në Kosovë, të cilët gjithmonë sa herë që shkojmë pyet për ta, dërgon falënderime dhe mirënjohje ndaj tyre. Ata kanë shprehë një sensibilizim ndaj kauzës tonë, cilën e kam përshkruar dhe vetë në një formë apo në një formë tjetër, dhe kam dëgjuar plot rrëfime, kam marrë plot këshilla nga ta, po kryesisht kam dëgjuar rrëfime nga luftat, të cilat kanë qenë shumë të mira dhe shumë të ndjeshme për aspektin e kohës që ne po kalojmë tash. Ndri, kur ke të bësh me vuajtjen e njeriu që është i joti, që e do shumë, që është familja e ngushtë, njeriu i ngushtë, ndodh që njeriu që e ka psuar, pra ai që është në vështirësi, her pas here them unë, e vuan më pak se sa ata që e duan shumë. Kjo mund të jetë krejt subjektive. Unë them, për shembull, që mami ka shanse që e vuan atë që po kalon babi më shumë se babi vet ndonjëherë. Për mua ndonjëherë ti e vuan më shumë atë që po kalon ai se ai vet, sepse pamundësia për të ndihmuar dhe për të bërë diçka për njeriu që do shumë është më e dhimbshme se sa ajo që kalon vet njeriu me fatin e vet. Ti në rast se unë do të pyesja ndonjëherë, çfarë do ishte në gjendje të lije që babi mos ta kalonte këtë që po kalon, apo që juve mos të ndjenit këtë dhimbje dhe këtë vuajtje të atij sipas jush pa drejt sigurisht.
Ke thënë njëra vetes tënde sigur të shkëmbeja këtë me këtë. Unë zgjohem në mëngjes edhe flej mbrëmje me mendime për të. Dhimbjen që e kam është e papërshkrueshme dhe nëse është një gjë që kisha mujt me bëj është që këtë moment të ndroj vendin që ti them del jashtë dhe më po futem brenda për ty që se kam asnjë problem. Po është një dhimbje tepër e madhe që e kalojmë çdo ditë edhe që Do ishe më i lehtësuar ta bëje ti dënimin për atë. pa problem. Pa problem. Do vësh një politik në jetë? Nuk e besoj. Nuk e beson, a? Ndërkohë ti e din që nuk i shpëton dot. As politikës, as do të shohin gjithmonë si i birja Hashim Thaçit dhe kjo përgjegjësia nuk është ndonjëherë e zgjedhur, është ashtu siç të vjen. Më pëlqeu shumë kjo që the, do ta bëja në vend të ti me shumë qejf. Flasim pak për gjyshin. Ti mendon që babi ka gjetë ngjarm nënës vet apo babait vet? A kush ka më shumë? Mendoj ka fiziku i ka përngjo më shumë gjyshën, ndërsa nga karakteri më shumë gjyshës. Gjyshes, ë? Sa. E humbët gjyshin. Moment i vështirë, po kur jenë situata që njeriu më i rëndësishëm i familjes së paku nga statusi, siç është për ju babi dhe figura e vet. Nuk e përjashtojmë dot që ai është personi më i rëndësishëm, besoj unë, në gjithë, le të themi, familjen e madhe tuajën. Kur ai nuk është aty, duket sikur humbja e dikujt tjetër është akoma më e rëndë. Dhe sikur një grop apo një vetmi tjetër po troket. Ti si e përjetove humbjen e gjyshit ti? Apo e prisnit? Humbja e gjyshit ka qenë një goditje shumë e rëndë për të gjithë ne. Nuk është që e kemi prit, edhe pse gjyshi ka qenë smur, po ka pas një mendje të kristalt. Dhe në fizik ka qenë shumë i fort, po në muajt e fundit ka qenë shumë i lodhur nga smundja. Edhe pse në fizik ishte i fort, po Lando një amanet gjyshi? kalon shumë amanete, po këtu janë brenda familjes që nuk isha dashur që tregon që je edhe në fakt në krye të mbajtjes detyrës, le të themi, që ti e mbron familjen nga gjithçka tjetër që është midis privates dhe publikes. Ndalojmë çik më gjatë të gjyshi. E shoh që ti e ke një lloj debulese gjyshin. E më thej që i ka rënduar pa diskutim me smundjen, megjithëse ishte fizik i fort, i ka rënduar gjithë gjendja e sakrificës babit, e sakrificës tuaj. Edhe unë gjyshin e kam figurën më të rëndësishme, tjetës time. Dhe her pas here i mat, e kam ndjerë që mund këtë pasur në një qefmbetje, që pse unë theksoj gjyshin dhe jo babin. Ndoshta s'është kështu për ty. Ndoshta ti nuk e ndan dot është gjyshi apo është babi më i rëndësishëm në kuptimin emocional dhe shpirtëror, apo në kuptimin e formimit dhe të edukimit, apo në kuptimin e modelit, po ma përshkruaj pak si ishte si njeri. Derisa më thua që babi ngjan aty, unë duhet të kuptoj gjithë këtë rrjedhën që vjen dhe ndërtohet tek njeriu si gjenetik, si trashëgimi, si ngjashmëri. Ma përshkruaj pak. Gjyshi ka qenë një njeri shumë i urtë, shumë i mençur, ka pas mohabet për gjitha temat, edhe pse ka qenë në moshë të shtyrë, po kemi diskutuar për shumë gjëra. Gjithmonë kur kemi ndajt, ka shpreh vullnetin e tij që gjithmonë ka dashur që Kosova të jetë e pavarur dhe të jetë e lirë siç është sot. Dhe gjithmonë më pyeste për babin, më pyeste për shokët e tij që janë atje, ka pas mërzi të madhe, sidomos këtë kohën e fundit që ka qenë smut. Dhe unë shumë shpesh e kam pyet për tema caktuar, se kam gjetë veten si po flas me një angel që kam afër dhe më ka duke si me fol me babin. Dhe do ta kujtoj gjithmonë si një njeri shumë të urtë dhe të dashur që ka qenë shtylla e shtëpisë tonë dhe ka qenë një humbje tepër e madhe për të gjithë ne. Ti ja hodhe dheun në përcjelljen e tij të fundit apo jo? Po, unë e hodha një grush dhejt të drenicës mbi varrin e tij, po
babi nuk mundi dhe kjo ka qenë një dhimbje të jetë e madhe për të gjithë ne, sepse ishte diçka jo humane dhe çnjerëzore nga gjykata që nuk e lejuan të vinte dhe ta përcjellte gjyshin për. Hendrik, po të erdhi të hedhësh 2 herë dhe si për thënë që po ta hedh dhe për babin. Po, në ato momente gjithmonë ka mendja ime ka qenë vetëm te babi se si po kalon këtë moment, si po ndjehet dhe e di që ka qenë diçka tepër e vështirë për të dhe është diçka që na ka mundu shumë. Po gjyshja si është tani? Gjyshja mbahet, është në moshë të shtyr, po me kalimin e viteve edhe ajo është lodh shumë nga kjo që po kalojmë të gjithë, është lodh nga procesi i babit, është lodh nga pritja. Çdo ditë më telefonon dhe më thot kur do vi, a ke fol, si është me shëndet. Dhe normal, ndjehet shumë e mërzitur nga kjo që po kalojmë. Është ajo momenti në shtëpi që sa del një lajm në televizor, ajo të marrin telefon dhe thotë ç'është kjo, ç'do të thonë kjo, sidomos në momentet dëshmitarëve etj, ti përpiqesh ta qetësosh apo i thua të vërtetën? Çfarë njeriu je ti? Kur të pyesin për situatën, për procesin, ti qetëson gratë e familjes tënde apo në fakt i thua të vërtetën? Ç'a zgjedh ti? Unë mundohem gjithmonë ta qetësoj sepse sa herë që shkojnë në katon, shkoj te ajo dhe ulem pranë saj dhe gjithmonë bën pyetje si po shkon procesi, a ke fol me avokat, si është me shëndet, hashimi, a ke mujt me dërgu në tesh, a ke mujt me përcjell nga afër gjykimin që po ndodh, dhe gjithmonë mundohem që t'ja bëj më të lehtë asaj dhe gjithë familjarëve që janë aty, që t'i përcjell edhe të fala që babi ju bën nga hapa. Gjithmonë. Hendrik, çfarë gatuan gjyshja që ti kur shkon atje e thua, do shkoj tani, do hak të gjithë atje. Gjyshja tani është në moshë të shtyr dhe nuk e ka fuqinë që nuk e ka fuqinë. Po më përpara ç'a mban mend? Po ushqime tradicionale, flin, pitën. Po mami? Po ushqimet i ka pas gjithmonë të jashtëzakonshme dhe mendjes kemi prit me babin nganjëherë nga rutina e madhe e babit që të shkojmë aty dhe të çlodhemi bashkë me prindrit e tij. Po mami, çfarë është gjëja që gatuan që ti e do më shumë? Mami gatuan shumë mirë dhe më pëlqejnë gjellëra që i bën. Dhe kemi pas gjithmonë darkën të hajmë shpe dhe kur ka qenë babi në Kosovë që darka ishte bashkë. Darka është bashkë në familje. Dhe kjo të bashkë është flisni apo le themi rrofeheni, konfidoni, a është moment për t'i thënë çfarë ka ndodhur apo është moment për të ngrënë darkën dhe kaq? Është moment familjar ku flisnim për rutinën ditore që kemi pas, për planet që duhet t'i bëjmë, për aktivitete. Është në familjen tuaj një rehati për t'i thënë gjërat ashtu siç i ndjen secili? Jeni të rehatshëm me njëri tjetrin? Pra, ka fëmijë që ose të rinj që vinë në shtëpi dhe nuk ndjehen as gjysmat e herëve rehat të thonë gjërat e veta. Ti je rehat në shtëpinë tënde? Po, jemi shumë rehat, të gjithë ne flasëm për çfarë do lloj teme, flasëm për gjëra që kemi në mendje, flasëm për gjëra që na prekupojnë. A ka një kohë në ditën tënde që është për qefin tënd? Jashtë çfarë po ndodh në Hag, çfarë po ndodh me Hashim Thaçin, çfarë po ndodh me politikën, kush është momenti që ti vetë i jep vetes tate për tu rehatuar një herë? Se të shohin të gjithë me nga një mision. Në kohën e lirë bëj shumë sport, më pëlqen shumë që të bëj ecje dhe në ato momente kur dal për ecje, prapë më kujtohet babi se ai kemi ecë shumë bashkë në bjeshkët e Sharrit dhe gjithmonë çdo hap që e bëj është nga një kujtim që kam me të. Kush ka qenë ndonjëherë, le të themi, konflikti mes jush? Se unë e kuptoj që ka një marrëdhënie admirimi, po një marrëdhënie të tipit që jam çuni këtu dhe unë. Konflikte s'kemi pas, gjithmonë kam marrë këshilla të mira dhe të bukura nga ai që më kam përmirësuar për dëshmërinë dhe për jetën time. S'keni pas asnjë moment, as për sport, as për... Për sport, po, sa ajo është me Barcelonën, unë jo me Realin, kështu që aty e kemi pak një... I shifni në herë ndeshjet bashkë edhe kur ka një lojë midis Barcelonës dhe Realit? Po, shumë shpesh. Ç'a ndodh aty? Aty do debatet, do...
Mame me kë është? Me ty ja me babin. Gjithmonë me djalin. Kjo më pëlqen. Endri, universiteti ose studimet janë domosdoshme apo si janë domosdoshme? Janë Apo shumë të kemi hyrë në një domosdoshme. epokë tjetër? Janë shumë të domosdoshme për disiplinën dhe për njohuritë e përgjithshme që duhet t'i marrë. Shok apo shoqe të ngushta? Dhe nuk po pyes për jetën private në kuptimin intime. Flas shok dhe shoqe të ngushta vërtet. Po, kam shumë shokë dhe shoqe të ngushta që i kam njohur nga shkolla e mesme, nga fakulteti. Janë qëndrueshëm të ty? Do me Po, thënë i janë ndron shumë të shpesh mirë. apo Ja, nuk Ke jam ndonjë tip që nga qëndroj shumë fillore? shoqni. Fal? që nga fillorja ke? Po, kam edhe nga fillorja. Se duhet kuptoj, shpesh këto janë pyetje që i bëhen të rinjve për të kuptuar sa të qëndrueshëm janë psikologjikisht. Dhe duket që ti je të mëshësisht i kujdesshëm dhe shumë i qëndrueshëm dhe shumë i përgjegjshëm. Kur është momenti që ti shpërthen? Që shpërthen dhe ti me gjithë këtë. Nuk është në një moment që S'ke shpërthej, pasur, mund të kem pak knatësi, por shpërthime jo. Jo, nuk i ke këto. Nuk i ke fare. Po, jam tolerant. Aha. Kam qef që t'jem sa më i hapur. Shpërthime, jo. Endrit, pak nga jeta jote, kush është dita jote? Zgjohesh në, vazhdon ditën si, bën sport, bën çfarë? Më tregon një ditë tënde, si është? Unë tash jam të përfundu masterin në Prishtinë. Filloj ditën me angazhimet e mia që janë të shkoj në fakultet, të përcjellë ligjëratat, takoj miqtë e babit, takoj plot njerëz që na japin mbështetje, i falenderoj. Kjo është e përditshme? Është e përditshme. Por thuaj se e përditshme? Duhet të shpreh mirënjohje për gjithë ata që kanë shprehë solidarizim me ne dhe kur është koha e fushatës nganjëherë shfaqem në disa mitingje. Dhe Edhe gjithë syt janë tek ty, apo këtë e ke ndjerë dhe e di? nuk besoj që gjithë syt janë tek unë, po janë te babi që përcjellen tek unë. Ndjehesh numër 2 apo numër 1 në këtë situatë? Unë nuk besoj që ka numër që e përcakton këto. Që e përcakton. Okej. Ndërkohë, sa të ka shtuar fakti që je djali i Hashim Thaçit, sa të ka shtuar ty atraktivitet me gocat? Ha, e di që ndodh gjithmonë. Djemt dhe pasardhësit e njerëzve të rëndësishëm dhe të famshëm për një arsye apo një tjetër, të njohur për një arsye apo një tjetër, sidomos politikanëve, her pas here thuhet që janë shumë të suksesshëm. Ti mos më thuaj si qysh tek, po ndjehesh i suksesshëm për këtë arsye? Jeta private është diçka që çdo njeri e ka dhe e ka lënë. Kështu që as nuk ndihem i suksesshëm, as normal, ndihem neutral. Ndjehesh neutral. Endrit unë ngacmova dhe ti e kalove shkëlqyer testin midis vetes edhe publikes. Dgjoj. Po kështu për të përcaktuar se si duhet jetë gruaja jote, ka ndodhur ta përcaktojnë, duhet jetë nga Prishtina, duhet jetë nga Drenica, duhet jetë nga Tirana. Ndodh dhe kjo në politikë. Përcaktimin e bëjon, s'është që ma bën najkush përcaktimin, po që t'jetë nga një familje e mirë, që ta ketë primare kulturën dhe identitetin shqiptar, që t'jetë e shkolluar dhe ta ketë primare karrierën dhe fokuset e saj në jetë. Po t'jetë më e suksesshme se ti? Do t'ishte problem? Veç që kam bën edhe ma happy. Të bën më happy, ë? Pra ti don një njeri që t'jetë ambicioz në karrierë, në ecje, të duket Tirana në një ecje të fortë këto vite, apo të duket Prishtina që është avangard, se ne e kemi bërë shumë herë këtë diskutimin publik, po avancon më shumë Prishtina apo Tirana, po tani unë nuk dua që ti krahasosh, sepse kush e di ç'do na thonë, po i krahasove ti. Më thuaj si e shikon Tiranën dhe pastaj si shikon Prishtinën në avantazhet e veta. Çfarë avantazhesh ka Tirana, çfarë avantazhesh ka Prishtina për ty? Unë Tiranën e shoh me një perspektivë shumë evropiane, dhe mund ta them që jeni shumë e fat që keni këtë skenë politike në krye me kryeministrin Rama, cili e ka
bëhu një Tiranë të jashtëzakonshme, jo vetëm Tiranën, po gjithë Shqipërinë, me projektet dhe vizionin e tij për Shqipërinë evropiane. Sa shpesh vjen në Tiranë? Një herë në muajin, 2 muaj vi. Një herë në muaj, 2 muaj. Dhe kush është, le të themi, gjëja më e përhershme që bën kur vjen? Takojimisht që kam këtu, dalë për drek, për darë. Qëndron me ditë, me net, do me thënë, apo ikën dhe vjen shpejt? Weekend. Weekendet. Me turizmin ton të Shqipërisë, me jugun, me veriun, ku preferon të rish? Jugun, ma shumë. Jugun, ë? Jugu është spektakular. Është spektakular. Ka një det tepër të mirë. Po, miqtë Prishtinës vinë në të njëjtën zonë ku ti shkon, vini bashkë një grup apo? Vim bashkë edhe me shokë, kryesisht shkojmë në jug, Dërmi, aty kalojmë weekendin dhe është bën një pikë destinacioni për shumë kosovar që vinë kalojnë weekendet me familja apo me shoqëri. Në rast se unë do të shkoja në Prishtinë dhe do doja të kaloja weekendin, ku duhet shkoja? Çfarë duhet bëja në Prishtinë? Prishtinë mendoj që ka plot gjëra të bukura që mundesh mi bë. Kemi parkun e Gërmis ku mund të kaloj një drekë të jashtëzakonshme. Kemi malet e Sharrit ku mund të shkosh për ecje. Këtu. Nuk kemi si Tirana, po kemi ca gjëra shumë të bukura. E sigurt, po. Kemi festivalin që mund të vish kur e ka Dua Lipa që bën gjatë verës në Prishtinë që të kisha sugjeruar me shku edhe me pa një spektakël që ka bën Dua. Që e ka bërë ndërkombëtare Prishtinën edhe Kosovën për këtë arsye. Dhe me që shkum te muzika, çfarë dëgjon ti? Ma shumë dëgjoj hip-hop. Hip-hop. Dhe këngëtari preferuar? MC Krisha. Po, më the, po mbaroj studimet për master, por nuk ja kemi thënë atyre që dëgjojnë për çfarë? Për ekonomi. Ekonomi. Beson që është shkencë e sigurt në botën e inteligjencës artificiale, apo do jesh pjesë atyre profesionistëve që duhet të rish pikësh veten mbas 5 viteve. 5 viteve disa profesione thonë që do të jenë komplet konkuruara nga inteligjenca artificiale. Tipi avokatit, ndoshta mjeku familjar, ndoshta laboranti. Si e ke këtë raportin me teknologjinë dhe studimin? Unë i besoj shumë inteligjencës artificiale dhe mendoj që ka sjellë shumë produktivitet në shkencë dhe në përditshmërinë tonë. Dhe besoj që do të jetë shumë e shfrytëzueshme edhe për profesionistët që do zhvillojnë punën e tyre, si në ekonomi, si në politikë, si në akademi, si në avokaturë, çfarë do lloj. Jeti nga ata që bën më shumë bisedë me chatin se sa me miqt? Me ChatGPT-n? Ja, ma shumë preferoj bisedat me miq. I beson kur e pyet ChatGPT-n për gjëra? Normal që i besoj, unë i besoj shkencës. I beson shkencës, okay. Kush është le të themi pyetja më personale që i ke bërë apo mund t'i bëje ChatGPT-s? Gjithmonë kam pyet ose për punë ose për politikë ose s'është që kam bënë pyetje private. Fare, as për shembull që jam gërvishur me çfarë duhet mjekohem. Ja, na shqiptar jemi këtu gjërat e vogla besoj që i di. Okay. E ke vendosur një portretin tënd ke ChatGPT-a dhe ti thua që më rregullo dhe më bëj si ky ose si ai? Jo, s'është që më bëne. Vetë mendon që ngjan mamit apo babit? Është pyetje idiote, po ta them që tani. Por e bëjnë gjithë shqiptarët. Ja, gjithë më thonë që i kam nga babës, edhe unë mendoj që i kam nga babës. Ti mendon se ta thonë apo mendon se i ngjan vërtet? E enjoy vërtet se. I ngjan vërtet, okay. Unë po të them që në zë i ngjan, se po bënim këtë provën e zërit. Po ti mbyllësh sytë e dëgjosh vetëm zërin, duhet sigurisht e njëjta gjë. Po çfarë ke marrë nga mami? Besoj që nga mami ka marrë urtësinë dhe edukatën që e kam plotësisht nga nona, sepse siç thash më herët, ajo edhe më ka rrit edhe ka qëndru pranë meje më shumë, sepse siç thash, nona është kulmi i çdo shtëpie. Po kur ti bie në dashuri me kë flet? Ende s'kam rënë dashuri, po kur do të bi do të flas me nonën. Okay. Nice. Më pëlqen shumë. Kur do flasësh me Hashimin pastaj, me babin? Ke vendosur muajin e 3, muajin e 5, muajin e 6 të rënit në dashuri të flasësh me babin? Unë me babin flas për gjithçka, po
Me që është në Hag, besoj që mas pari do të flasë me nanën, mandej shkoj te babi. Okay. Babin e kam shokun më të mirë dhe flasëm për gjithçka. I tregoj gjithçka dhe jam shumë i hapur me të. Po duket që edhe me mamin e ke këtë raportin e mirë, Po, fare. Shumë nanën e rehatshëm. kam shoqë, babin shok i konsideroj si t'jen si shoqni. Ti hyn tek ata që kur i shikojnë që prindrit përkthelen me njëri tjetrin, e ke qef apo e ke bezdi? Jo, e kam shumë qef kur është dashuria, është lumturia. Ata përktheleshin me njëri tjetrin? Ka pas momente dhe raste ku kanë shpreh dashuri dhe kujdes ndaj njëri tjetrit. Kapen për dore për shembull? Po ka pas raste ku janë kapë edhe për dore, për qafime, ledhatime. Të shijon ty kjo? Normal. Thash edhe më herët ku ka dashuri, ka lumturi, pozitivitet, energji. Jo, nuk është aq normale, ka plot fëmijë që janë xheloz. Apo s'të ka. Si jam gata që jam xhelos. Mirë, Endrit, ke thënë një lutje në momentin kur ke dalë përpara një turme shumë të madhe të PDK-s dhe duhet mbaje një fjalim? Se për shembull, ata që merren me politikë, edhe që duhet të dalin në turma të mëdha, siç po piti ujë tani, dikush i thoshte që pini 2 gota raki, të mpiheni pak që dilni para turmës. E ke këtë vështirësi përpara turmës? Ke pasur një moment që ke thënë që s'm takon ta them këtë fjalimin, po do ta them? Momenti më i mirë për mua kur kam qenë para turmës është marshi që ka ndodhur në fillimin e gjykimit para 2 viteve që ka ndodhur në Prishtinë. Ka qenë një moment tepër i mirë, tepër emocional dhe kur e kam pa turmën e njerëzve që kanë qenë qindra mira aty, jam ndje tepër mirë dhe jam shumë falendërues dhe përkule me respektin më të lartë ndaj gjithë atyreve që kanë ardhur aty. Po, cila është lutja që ke ti? Sa beson Zot, domethënë? Besoj shumë Zot. Shumë, ë? Po nëse ti ke një lutje tënde në mënyrën tënde, e thua dot? Lutesh për çfarë? Lutja ime çdo ditë është vetëm lutja ndaj babit që të lirohet më shpejt. Kjo është e para tani. Sakt. E ndjen që do ndodh? Do të ndodh, shpresoj që do të ndodh. Dhe jam shumë i bindur që do të ndodh. Janë shqiptarët patriot, shqiptarët pas kufirit nga Kosova në Shqipëri më pak apo më shumë sipas teje? Patriotizëm. Po, shqiptarët janë shumë patriotë, kanë tregu veten me histori dhe me Ata të Shqipërisë apo ata të Kosovës janë më shumë? Unë mendoj që 2 partë edhe Shqipërisë edhe të Kosovës, sepse ne jemi një dhe s'kisha pas qef me pas kësi dallime si Shqipëria, si Kosova, se jemi një kamp, o që këja ka luftu për gjitha trojet shqiptari. Dhe unë mendoj që politika është e mirë, po politikanët mandej e bojnë më do ose të mirë ose të keqe politikën. Kemi pas fatin që politikat e babit janë shumë të mira dhe të sot jemi të pavarur dhe sovran, që të kemi një shtet që është pro-amerikan dhe pro-perëndimor. Kështu që politika është e mirë, po varet kush e bën politikën. Ka një foto në profilin tënd të Instagramit të mamit dhe të babit, se s'dua ta bëj politikë të podcast, dhe Trumpit dhe zonjës së tij. Ti thua aty blessed. Këtë raport ke me Amerikën? Unë jam rrit me një frymë amerikane, jam rrit me babin që gjithmonë ka qenë dhe është mirënjohës ndaj Shtetet të Bashkuara, që gjithmonë politikat e tij kanë qenë për përshmëri me idetë e tyre dhe me vizionin e tyre, kështu që unë jam falendërues dhe jemi gjithë shqiptarët të bekuar që kemi Shtetet e Bashkuara mbrapa nesh. Kush është një këngëtar i asaj bote ose një muzikant i asaj bote që do të pëlqente si MC Kresha këtej, por nga këtë botën e Hollywoodit, Amerikës, aktor, këngëtar, muzik, çfarë dëgjon? E kisha zgjedh Drake-un. Okej. Hendrit, unë shpresoj shumë që ti ta ke shijuar këtë, sepse ishte një bisedë e cila për ty ishte nga të rrallat, edhe unë shpresoj ti shtosh. Se në fakt siç më thej që të thot mami, ti përcjell energji shumë të mirë. Nuk e di nga cili e ke, më shumë. Patjetër është shumë e rëndësishme për shqiptarët të ndjejnë çfarë kanë ndërtuar figura si Hashim Thaçi, jo vetëm për Kosovën, për politikën, për virushmërinë, por për atë që është ardhmëria
më e madhe dhe kryevepra më e madhe sipas meje që ka njeriu, që është fëmia vet. Faleminderit shumë për ftesën, edhe juve ju përgëzoj për këtë podcast që keni bu. Po mirë, kishim të sigurt që s'do kisha emocione dhe a jemi në rregull me kaq nivel emocionesh sa ke pasur tani? S'besoj që kum pas emocione, Jo. po Kështu që më ke para gjyku kot. ja, para gjykime nuk kam pas, po vetëm pyetje. Unë jam shumë e kënaqur që ne nisim me ty. Edhe do isha dhe më e kënaqur me veten për të ngacmuar dhe më shumë. Po për shkak se e di shumë mirë se çfarë peshe mban ti në këto ditë ku në Hag zhvillohet procesi në momentin e vet më kulmor dhe që ta lexoj në çdo që listatën se si ti do që t'japësh maksimumin e asaj që i duhet edhe atij procesi, unë falenderoj shumë që erdhe në Tiranë në këto ditë dhe në këto momente. Faleminderit shumë. Në shënësia ime e plot. Kënaqësia ime.